Shikues të paparacit mirëmbrëma. Brana një viti, shqiptarët e Kosovës, kosovarët, në përgjithësi, shkojnë me votu 4 herë. Në shkurt zgjedhjet parlamentare, si pasojë e moskrijimit të institucioneve për shkak se Albin Kurti vetëvendosi nuk arriti të krijojë ato, do të shkojmë edhe me 28 dhjetor, pra pak para vitit ri, e mbase viti ri na gjen të numru vota. Zgjedhjet lokale rundi i parë dhe zgjedhjet lokale rundi i dytë. Për një popull të vogël sikurse yni, me ngarkesa e probleme të shumta, me u marrë për gjatë një viti me zgjedhje, kush po fiton, kush po hup, kush po e krijon qeverinë, kush nuk po e krijon, kush po bëhet kryeparlamentar, kush po bëhet kryeministër, Albolena Haxhiu apo Dimal Basha, Albin Kurti apo Glauko Njusa, ne e harxhuam një vit të jetës sonë me probleme krejtësisht banale për shkak të tekave dhe egove personale të partisë vetëvendose, përkatësisht Albin Kurtit. Sidoqoftë, do t'i kemi edhe një palë zgjedhje, të caktuara nga presidentja e Kosovës Vjosa Osmani për 28 dhjetor. Është interesant se zgjedhjet me 28 dhjetor, në bazë të dhënave që ofron ChatGPT, del se kryesisht vendet diktatoriale si Kuba, Eritrea, vendet tjera të larg perëndimit kanë mbajtur zgjedhje në këtë datë. Përjashtimisht Kroacia zgjedhjet presidenciale, të cilat janë mbajtur për shkak të afateve ligjore, kushtetuese. Sidoqoftë, zgjedhjet janë zgjedhje, kurdo që organizohen ato, populli duhet të dalë të votojë dhe të zgjedhë çdo që duhet të udhëheqë për 4 vjet e ardhshme. Nëse arrin të krijohen institucionet, sepse me këtë trend që patëm, nuk e di ma krijohen institucionet më apo nuk krijohen. Kjo është përshtypja, kjo është mosbesimi që është kriju në popull, në publik. Visar, mirëmbrëma, e zgjata pak një hyrje kështu jo sikur zakonisht. Megjithatë këtu janë disa parametra, disa të dhëna, disa analiza, të cilat e konfirmojnë këtë që sapo e thash. Për një vit, ne merremi me zgjedhje, ndërkohë s'kemi qeveri. Tashmë u shpërba dhe kuvendi dhe duhet shkojmë në zgjedhje sërish. Po, që tash spari të me përmend që nuk ka pas në historinë demokratike të Kosovës, që nuk është edhe aq e gjatë, po megjithatë është kogja dinamike, nuk ka pas asnjë rast në të cilin mandatari ka dështuar me marrë votat. As më tepër 2 mandatarë pjesë të njëjtës parti. Edhe mendoj që kjo flet në vetë, domethënë arsyeja pse ti dështon me i marrë votat si mandatar, kur e merr mandati pra nga presidentja për kryeministër, ka të bëjë kryesisht dhe kryekput mendoj unë me sjelljen tonë politike. Domethënë sepse është pa imagjinueshme që është dikush që i ka 42 deputet vet, i ka edhe disa tjerë të cilët qëndrojnë me ta siç kanë qenë një pjesë e komuniteteve jo shumicë në Kuvendin e Republikës Kosovës dhe nuk arrin prapë me i kriju 61 prej 56 deputetëve që i ki. Në secilën fazë të votimit, për çka do të qoftë vetëvendosja ka pas 56-57 deputet apo që kanë votuar prej Albolena Haxhiu të tutje. Edhe për një vit ta nuk kanë arrit me kriju. Zona Haxhiu i ka marrë 57, ndërsa Kurti 56. Po. Domethënë kanë qenë mungut 4, 5, 6 deputet. Herë më shumë, herë më pak. Dhe nuk kanë arrit me i kriju institucionet. Pra na kemi dëgjuar edhe këto deklarimet e ish kryeministrit Kurti, për shembull kur flitej për konstituimin e kuvendit, ai thoshte që konstituimi i kuvendit është përgjegjësi e të gjithëve. Në momentin që ne nuk arrim me votë qeveri, atë është përgjegjësi e vetëvendosur. Po, do ta kemi edhe këtë veto në dhe pjesa e dytë është sa, pjesa e parë nuk është. Me theksu, ai thoshte, ju duhet ta votoni Albolenën në atë kohë, sepse është edhe përgjegjësia juaja. Në momentin që krijohet kuvendi, zgjedhet kryetari dhe konstituohet kuvendi, atëherë është përgjegjësia ime nëse dështojnë me u kriju institucionet qeveria. Pra e ka thonë vetë dhe ai është përgjegjësi pse ne nuk kemi institucion. Sepse nuk kemi institucion, më mendoj përgjegjësi, po veçanërisht pse nuk kemi qeveri, përgjegjës është Albin Kurti.
edhe lëvizjeve vendosje. Albin Kurti ma shumë për mendimin tim, sepse ai është ai që e bën politike në lëvizjen vendosje. Tash na po shkojmë zgjedhje prap. Rezultati këtyre zgjedhjeve mendoj unë që pavarësisht çka presim na, pavarësisht cili është realiteti elektoral kështu me radhë, rezultati këtyre zgjedhjeve duhet më shikuar nga një këndvështrim tjetër për mendimin tim. Rëndësia e zgjedhjeve jo vetëm që po ndodhin pas blokadës, po edhe për shkak të papërgjegjësisë ta quajmë që e kemi pa gjatë blokadës, rezultati do duhet shihen nga një perspektivë tjetër e rëndësisë. Për mendimin tim këtë radhë, siç ka qenë edhe herën kaluar, por këtë radhë pak më shumë, qytetarët e Kosovës duhet me vendosë nëse po dojnë me pas një institucion dhe institucione qeveri e tjera, të cilat shohin nga e ardhmja, pra që dojnë me çu Kosovën në një drejtim të caktuar, apo ato që dojnë me marrë blokadë. Se tash për mendimin tim kjo është pak më e qartë. Ka qenë dhe ne kemi pas supozime të shumta në debatet tona apo jo, nëse Albin Kurti nuk e fiton 500.000 vota, nuk e merr shumicën vet, i bllokon institucionet, ai krijon institucionet, por para në shkurtë to kanë qenë megjithatë supozime. Tash janë realitet. Tash na e dim, Albin Kurti i bllokon institucionet. Se i bllokoi. Dhe tash për neve kjo është pyetje që do të më ushtruaj elektoratit, përfshimur e ty, është se çka dojmë na mas 28 dhjetorit për Kosovën. A dojmë me ecë Kosova përpara, apo dojmë u blloku që tonë që të farë vorbullën tonë, me diskutu, do me thonë, çështje që janë të rëndësisë të tretësore, do të thosha unë, mbas edhe më poshtë, të asaj se kush me kanë është, kush me çka po bën anë këtej, e mos me pa që jemi ka humbim shumë në potencialin që e kemi për më ngrit, më u zhvillu edhe më integru. Do me thonë që kjo pyetja që do të më ushtru. Tash, me qeveri funksionale, ka qeveri që mendon në një mënyrë të caktuar, ka qeveri që mendon në një mënyrë të caktuar. Kjo është megjithatë zgjedhje politike, për shkak të pëlqen A-ja më shumë se B-ja. Po nëse opsioni është apo do me pas qeveri që shkon përpara, që investon këtë vend, investime kapitale, më tash ku do të shkojnë ato investime kapitale? Apo po do me pas një situatë bllokuar pa institucione, kjo për mua nuk është çështje, nuk është si më thon kështu ekzistenca dy alternativave. Njëna s'bën me ndodh kur qysh pra bllokimi, tjetra do të më ndodh mirë shkon me ndodh për një qeverie që ka, si me thonë, mendësi zhvillimore edhe plan progresiv për avancimin e Kosovës. Nëse me nën shkurt, neve na ushtru pyetja nga përfaqësuesit politik, a mendoni që si qeveria, që tash mendoj edhe që kjo pyetje mos ekziston fatkeqësisht. Tash është, apo doni me pas bllokat, apo doni me pas qeveri. Unë jam për qeverive. E besoj që qytetarët e Republikës Kosovës duhet më konë për qeveri, jo për bllokat. Edhe në çet pikë jemi sot, që e bën zgjedhjen dorë në zemër tek kutitë e votimit, pak më të lehtë. Atlet unë mendoj. Tash sepse kemi prova kush e bllokoi. Kjo për mua është e qartë. Dhe kemi premtime se kush e zhbllokon. Unë e kam parë që lëvizja vendosje është munduar me thonë jo faji opozitës se kështu me radhë këtej. Faji është kryekput i Albin Kurtit të lëvizjes vendosje sipas fjalëve të tyre. Vetë ka thonë Albin Kurti. Sipas fjalëve të tyre. Domethënë u tregu që insistimi i tyre për votimin e shet për kryetarin e kuvendit ka qenë antikushtetues, në momentin që u zhblloku kjo punë, erdhëm te Dim Albasha, i cili u votu nga partitë opozitare. Na spajtohemi me pas Dim Albasha kryetar kuvendit. Mirë po. Shqyr shkoj. Mirë po. Opozita nuk e ka blloku. Jo. Erdhëm pastaj thanë ta e bllokojnë te nën kryetari serb i kuvendit. Asa nuk e zhbllokuan LDK-ja. Apo po. Çka ka zhbllokuar Albin Kurti? Dhe tash. Kur gjë veç ka gjetë mënyra të bllokimit. Kur dështoi vetë për më bë kryeministër, e zvarriti edhe 2 javë proces me Glaukon Juftën. Kur ka mujt me u kry shumë më herë. Nuk i kemi votat, si kishin as ta tjerë, a shkojmë zgjedhje. E keq që kjo punë ka mujt më kry më herë. Domethënë momentin që e ka marrë vesh Albin Kurti, unë mendoj se ai ka ditë pe fillimit që nuk ka parti politike, siç ishte rasti i LDK-s që do me bashkëpunu me ta, ndërkohë që ky nuk do me bashkëpunu tjerët, ka qenë dashur me qenë në interes të vendit me thonë çëshka. Çto shumicën s'po shoh. Na nuk mujna me bë, nëse ju s'mundni me bë, hajde po merrem, vesh po shkojmë zgjedhje. Tash kemi zgjedhjet me tashmë të konfirmuara, të shpallura nga Vjosa Osmani, presidentja e Kosovës, 28 dhjetor. Këtë datë kërkoi vetëvendosje me satelitet e saj, që këta thanë shumë ma shumë partije kanë kërku, ndërkohë partije konsiderojnë edhe alternative, partije konsiderojnë edhe këto tjera.
dhe nuk vendosin si mas kërkesës së shumicës, propozimit të shumicës shqiptare në Kuvendin e Kosovës, që t'jetë 21 ose në janar. Arsyeja pse jo me 28 është fest, nuk janë diplomat këto, nuk janë vëzhguesit këto, duhet numërojnë votat natën e vitit ri, se numërimi i votave nuk përfundon me kaq, pra. Janë pengesat e shumta, por logjika atyne se demek vjen diaspora këtu, e diaspora është me neve. Kush ju tha juve që është diaspora me juve? Se tash do të flasim edhe për këtë diaspora. Po e kom pyet qatin, se ku janë marrë zgjedhje zakonisht me këtë datë, dhe çka na del këtu, është goxha interesant. Neve na del se janë marrë zgjedhje me 28 dhjetor në vende ta zomë në Nagorno-Karabakh, një republike e vetë shpallur në Kaukaz atje, që ka marrë zgjedhjet me 28 dhjetor 1991. Në Kubë, për shembull, janë marrë zgjedhje me 1981. Guinea, një vend i Afrikës, janë marrë 2020, janë caktu në fakt, me 28 dhjetor do të mbahen 2021. Sërbi janë marrë zgjedhje në 2003, zgjedhjet parlamentare po flasim, me 28 dhjetor 2021. Myanmar janë marrë zgjedhjet, pritet me u marrë zgjedhjet me 28 dhjetor 2025. Dhe si që përmena Kroacia, kjo është një përmbledhje. Kroacia zgjedhjet presidenciale për shkak të afateve, afateve kushtetuese. Dhe do t'i mbajmë edhe ne. Pra, në praktikën perëndimore evropiane, mbas edhe për arsye se dhjetori është festiv për ta, nga Krishtlindja derisa të përfundon viti i ri është fest, njerëzit janë të lumtur, vizitojnë, blejnë dhurata, ndriçojnë shtëpitë. Domethënë janë ja 2 javë kështu shumë festive, nuk është praktik me u mbajt. Se njerëzit pushojnë. Absolutisht. Po ne po i majmë. E logjika e këtyre thot se vjen diaspora i voton këta. Tani, kush për ju garanton këtyre që i voton diaspora? Sepse diaspora në zgjedhjet e fundit e ka tregu një trend tjetër. Në zgjedhjet e fundit parlamentare, LDK-ja ka marrë vota. Pra, LDK-ja është në rritje. Po si do qoftë, edhe ma shumë. Po kur po flasin këta për diasporën, edhe kur po thirret regjimi Albin Kurti në diasporën, njerëz të tyne, për cilin diasporë kanë fjalën. Se diaspora në vazhdimsi është në rritje. Veçanërisht është në rritje këto 5 vjet e fundit. Prej që Albin Kurti është në pushtet, që 5 vjet, llogaritët që Kosovën e kanë lshu mes 170.000 deri në 200.000 njerëz. Nëse në qeverisën tonë e kam praktis vendin 170.000, hajde po them 150.000. Atëherë këta kanë pas një arsye. Cila është arsyeja më e madhe? Është ekonomike. Asil politik ma nuk ka. Pra është ekonomike. Truri që flitet shumë nuk ik masivisht nëse ka mbet tru në këtë vend. Nuk ik masivisht. Janë raste specifike të cilat shkojnë për studime, shkojnë për punë, tjera. Po jo masivisht ty me tik truni, se me pas na tru 200.000 vetë, atëherë na ishim Izrael, Amerikë, nuk ishim në fund pusit ku jemi tash. Mu më intereson shumë, se llogaritja është dikon mbi 30.000 njerëz në vit largohen, pra e braktisin Kosovën. Dhe këta përbëjnë diasporën. Që ta 200.000 njerëz kanë votojnë. Nëse këta kanë ikë në qeverisën e Albin Kurtit, si ka mundësi se sta 200.000 njerëz edhe me ikë, edhe me votu Albin Kurtin. Me ikë në qeverisën e mirë të ti, me sundim të ligjit, me zhvillim ekonomik, me mirëqenie, me sociale, me
vitra me krejt që ka i bën këto, ndërkohë me ik njerëzit. A mos kemi mri në një gjendje që të gjithë duhet me ik jashtë. Për me pa gjendën reale në Kosovë. Se si mas aty në njësimi, to e pa realitetin. Realiteti po shihet për jashtë. Dhe nga kush po shihet? Nga këta që pretendojnë diaspora është me neve, që nuk është e vërtet kjo. Si jetu e pa krejt këtë dimension? Diaspora nuk është me lëvizje me të vendosin. Jo, po flasim për çdo dhona mas pari, se janë... Po është se qërët, diaspora shumë e madhe. Dhe me thonë dhe na kena pas fazat të ndryshme të emigrimit të Kosovave. Nuk kemi vetëm të fundit, kemi pas gjatë viteve të 90, kemi pas para viteve të 90, kemi pas edhe pas përfundimit të luftës dhe çlirimit të Kosovës, edhe pas fazës pavarësisë. Ka një dimension të, si me thonë, kështu diaspora ose ikjeve që janë brenda normalës, dhe ka pastaj që me thonë kështu shtim të intensitetit dhe të shpejtësisë së ikjes, që kemi pa 5 vitet e fundit më shumë, që është rrit numri i njerëzve që lëshojnë Kosovën, dhe kjo mund me ndodhë për faktorë të ndryshëm, nuk po du me ikë ato. Spari me pa diaspora. Po nuk është politik. Jo, politik asë njësë është heqë. Për me thonë, prej përfundimit luftës ti mu arsye politike me lëshu Kosovën nuk i. Po pra. Ti mund është me trilunja pas ata atjes ta marrin. Se ti ku shkon edhe aplikon për vend qëndrim dikun, nëse do me përdor arsye politike, duhet shteti më ta pranu. A shteti s'ta pranon arsye politike për Kosovë. Ta ka pranu në leta. Unë jam konvert në Londër, na ka pranu në leta. Nuk ka mase. Tash ti mund është me shku si punëtor, mund është me shku si profesionist, 100.000 mënyra mund është me shku. Edhe shumë mirë që mund është me shku. Domethënë që kjo, po diaspora nuk është homogjene, çfarë do të thonë? S'mund me thonë ti diaspora me në çdo kosovar, me në çdo ata janë kosovar që jetojnë në vende të tjera. Edhe ata i kanë, domethënë, pozitat të ndryshme sociale, vende të ndryshme të punës, jetojnë në vende të ndryshme të Evropës, kanë rroga të ndryshme, kanë nivel të integrimit shoqërisë të tyre ndryshme. Edhe këto ndikojnë pastaj edhe mënyrën që ata e shohin politikë bërin në Kosovë. Çka ka ndodhur viteve kur ja kanë nisur më rrit lëvizja e vendosjes për shkak të punës lëvizjes e vendosjes në Mërgat, ku kam qenë edhe në pjesë, është që në procesin elektoral të Kosovës, për një kohë relativisht të gjatë, janë angazhu vetëm simpatizantët e vetëvendosjes, sepse vetëm vetëvendosja i ka thirrë diasporën me votu në Kosovë. Pra ata kanë mbetë të fjetën Këta tjerë që i kanë pas struktura shumë zhvilluar, mos harrojmë që LTK ka pas dhe ka unë mendoj, nëse do të më izgju, struktura jashtëzakonisht mirë të organizuar me diasporë. Çashtu i ka edhe PDK-ja. Po për një kohë këta nuk kanë kërkuar. Jo, Visar, është interesant kur është shpall pavarësia e Kosovës. Partitë politike, PDK, LDK, patën marrë vendim që degët e tyne me ishu në diasporë sepse kemi na shtet tash. Dhe ata janë qytetarë të lirë të cilët mujnë me vendosë që shdo. Në atë kohë, vetë vendosja pa të hy për me i kapë. Edhe ka fillu me u zjeru në Mërgat, pra me i aktivizu njerëzit të cilët pastaj vinë dhe marrin pjesë në elektrat. Pra që ke ideja që diaspora e votën vetë vendosin, është ide e gënjeshtër, është iluzion. Djallëzore. Është iluzion, sepse votojnë për vetëvendosin që ta që i aktivizu vetëvendosja. Në momentin që janë se ta tjetë mu aktivizu, që e pam na për shembull me non-shkurt që e përmendet. Thamë për i vjedhë një votat. Zgjedhje lokale, po të një thanë jo për i vjedhë një votat. Sepse e panë që në fakt janë ka zgjohen që ato strukturat e mbyllura të partive tjera, të cilat kanë fuqi shumë më të madhe sa që ka mujtë me ndërtu lëvizja e vendosjes. Tash, a voton diaspora për lëvizjen e vendosjes? Ajo, unë mendoj që edhe këtë rallë, sikur edhe hera tjera, këtu ka me pas diskutim politik. Disa njerëz kanë me votu për vendosjen, që vinë nga diaspora, qysh votojnë edhe në Kosovë, disa tjerë kanë me votu për parti tjera, qysh votojnë edhe në Kosovë. Për mendimin tim, kur flasim për diasporën, unë mendoj që duhet me fol nga një perspektivë tjetër. Për shembull, Albin Kurti e shet diasporën si votues. Edhe të drejtën që ja u garantojnë, që thojnë, kom dëgju, për shembull dëgjuam edhe presidentën kur e kishte këtë konferencë për shtyp, që tha që ata kur po i vinë remitencat po na pëlqejnë, pra duhet me pas edhe drejtën e votës. Shumë fyse ka ajo. Ata drejtën e votës e kanë. Ata Kosovës, dhe drejta e votës fitohet me shtetësi, jo me parë, nuk blehet ajo. Kjo po thotë ta pe blejnë. Vjosa Osmani e tha që na diasporën e shohim vetë si parë dhe si votë. Pra, si njerëz pa vlerë. Jo si qytetar me drejta. Po pra, si qytetar me drejta. Nuk këtu i po mo. Ti ku shkon me votu ty sti përmend ati me si pagun apo jo? Jo, më. Pse po voton me vija se ka drejtë si qytetar i Kosovës apo? Drejta e votës në Kosovë janë raste të veçanta kur t'jeket. Sakt.
Absolutisht. Janë rastet e veçanta. Janë ekstreme. Ekstreme. Pra, dhe tash për shembull kur voton Visari Mehri në Kosovë, nuk i thonë Visari do të më votu në Kosovë sepse pagun ta tem, se Visari jeton në Kosovë, drejtësisht voton. Kur voton një Visar prej Zyrihut, thonë atë pse voton ky, se pagun ta tem. Se për gjithë me parë këtë punë. Si qytetari i Kosovës, edhe ai ka drejt me votu si kret tjetër. Kjo puna e timit unë është pak më ndryshe. Unë kisha dashur me pas sikur Izraeli që ka. Se ka shku një rast deri në gjykatën supreme në Izrael, se gjykata supreme dhe kushtetuese atje janë një, për të drejtën e votës, që është mohu dikujt një qytetari, drejta e votës, sepse ky qytetar nuk e ka pagu tatimin në Izrael. Për të pas të drejtë votën në Izrael, ata janë Izrael, prandaj janë ku janë, kemi pagu 5% të tyrave personale, kudo që jetan. I ki 5% me pagu për Izraelin për të drejtën e votës. Dhe nëse dikush pagun 5% si ata, nuk mundet kërkush me mohu një gjë të tillë. Edhe na i shkon mirë me pas. Sepse unë e di që e dojnë shumë diaspora, e dojnë Kosovën. Prandaj ata vinë këtu, prandaj kujdesin për familjarët e tyne. Por këtë dashni ishtë dashur me rikonfirmu edhe nëpërmjet një takse e cila shkon në të mirë të shtetit dhe të tyre kur do që vinë këtu, apo nëse vendosin më këtu këtu, apo të familjarëve të tyre. Atëherë këshim po na kush sa do këtë vend. Se me shku atje, me ik për 5 vjet 200.000 njerëz, dhe këta që ikin, pastaj me na thonë neve, jo, me Serbia, s'po thëmë, po disa, atëherë ta shohim dashnin se qysh është. Unë e një plot raste që të në Prishtinë, plot, që njerëz të diasporës, militant të Albin Kurtit, kanë ble banesa në për Prishtinë, i lshojnë me qira, ndërkohë paret i marrin kesh në zezë mos pe pagu tatimin qira. I një personalisht. Mi u shmong. Të regoje dashnin për këtë vend, edhe duke pagu taksa. Po, që da për me thonë që sikur për shembull ta që jetojnë jashtë, Kosovar që jetojnë jashtë, që na i quajmë diasporë, sikur të na, ki njerëz që janë shumë të mirë ndeshëm, ki njerëz që këshyrim një shmong të ati, ki njerëz që ka bone fashkiri. Po du me thonë që nuk ka kur gjë të veçantë andej. Nuk ka kur gjë të veçantë, po nuk mundet me na uqit një etiketë se këta që janë këtu janë me Serbinë. As të na nuk ka kur gjë të veçantë, as atje. Tash, që ta njerëz që rrinë këtu, këta me gjithatë janë patriota, se ti parim këtu. S'po thëmë që ata që kanë shku nuk janë patriota. Po s'mo është me thonë njerëz që kanë nejtu që sa patriota. Se ta tim pagujnë atë tëna, po jo. Do me thonë me pare tona, vjo sa s'manim në rrugë. Me të pinjat e tua, që i pagujnë të atim. Edhe tash s'mund ta janë thonë që ata janë më të mirë se ju. Unë jam punëdhans, jam i vetë punësuar, paguj të atim. Në këtë drejtim, tash për shkak na du të më shtruani pyetje tjetër. Hajde ta zëm që qeveria e Albin Kurtit e Vjosa Osmani fort pi ka zemër për diasporë. Çka bojnë ta për diasporë? Do me thonë, kur u diskutimi ty të kujtohet për Sunny Hill Festival, po. Këta kanë refuzuar ja. Kanë bërë mos për mendoja të projekta, po, bashkë Albin Kurti. A ylli diasporës është Dua Lipa. Dua Lipa. Kërkush nuk kontribon më shumë për këtë vend se Dua Lipa. Jo, është ylli diasporës. Po ajo ta ka bën një festival që të ka qit në hartë botërore. Domethënë një festival që kur të ndodh ajo në gjatë muajit ku është, këtë bota i ka sy të tip për shkak të emrave që këndojnë ta, po. Ka ndikim në ekonomi. Ka ndikim në ekonomi. Na fitojnë me miliona si vjet. I ka fitu, domethënë Kosova dhe komuna Prishtinës për shkak të kësaj. Ka pas njerëz që kanë ardhur të organizuar pi Turqisë, pi Italisë me ngut Dua Lipën në Prishtinë. Që sajti nuk e dash me ia dhon në tokë, jo kësaj, jo më afal, po më afal. Po festivali që është festivali i Kosovës, që organizon Dugazin Lipa me Dua Lipën. Ajo këta diasporë, po. Pse këta s'te kanë në kuadër të asaj diasporës shumë mirë. Veç se janë të nështruar ndaj Albin Kurtit. Do me thonë që shtu po umat ka kje. E tash që ka qunë Albin Kurti diasporë fatkeqësisht, i qunë që ata që ai mendon që i ka të nënshtrua. E hu mendoj që diaspora do të mi kallëzu krejt partive politike. Që nuk nënshtrohen. Që nuk nënshtrohen ndaj asnjënit. Edhe si jem të asnjënit, qysh nuk jem na qytetarë të Kosovës të asnjënit. Na votojmë, unë votoj për një parti, për tjetër se ma mushrin, po nuk jam me asnjënit. E as ata janë. Konferenca e fundit e zonjës Osmani kur shpalli datën e zgjedhjeve, te ajtën pra, ishte një rreshtim i hapur sikurse asnjëherë tjetër nga pozita e presidentes për vetëvendosjen. E kemi dëgjuar të gjithë
madje pati hatërmbetje për një pyetje të një gazetari, koleg të Vox Kosova, i cili tha, për nënshtrohesh Albin Kurtin. Ja nisi ai më viktimizu, unë jam femen, se s'kishe kuzu një mashkull i mja bo këtë. Kesh përdoret ma Po, shumë këto që ka të zakonshme, se dhe mek burrat këto janë alamet trimash, po gratë pat fjalë të mira për Albin Kurtin. Nuk pat vrejtje në fund të fundit. Shfaqi pretendime për një mandat tjetër, tha masi tasha rezultatin, tha që do t'jem gjatë këtu. Dhe kjo afërsia me Albin Kurtin ndodh fiks një vit, mas një fjalimi në Kuvend Kosovës të Vjosa Osmanit, kur e akuzoi te për rënd Albin Kurtin. Dhe unë kam pas janë në diskutime ose në Rubikon, njerëz që besonin që Vjosa Osmani po bën një lloj kthese. Vjosa ka kalkulu edhe atëherë edhe sot për interesin e saj. Sepse ai sulmi që ja bën te Albin Kurtit, me gjase ka qunë në një pozicion tjetër për negocim, për interesa personale prap me Albin Kurtin dhe për pushtetin e saj. Mes tjera që e akuzoi që Kurti po bën bigjaz me të ardhmen e Kosovës. Kishte qenë mirë me dëgju këtë fjalim, mi au rikujtu njerëzve, dhe me pa se fjalët e Vjosa Osmanit në Kuvend Kosovës kanë qenë më të ashpra, madje se sa të liderëve të opozitës, në raport me zotin Kurti. Aleancat janë këtu për të na mbrojtur. Prandaj vënia në rrezik e tyre, luajtja bigjoz me to apo cënimi i tyre, e cenon vetë mbrojtjen e Republikës sonë. Dialogu me Serbinë i udhëhequr nga Bashkimi Evropian fatkeqësisht ka qenë komplet i pabalansuar me një trajtim të padrejtë të Kosovës dhe një akomodim të vazhdueshëm ndaj Serbisë. Fakti që në tavolinën e dialogut sot, shteti që kreu agresion ndaj Kosovës, pra Serbia, nuk është nën masa, kurse viktima e këtij agresioni, pra Kosova, është nën masa, është dëshmia më e qartë e kësaj mungese të balancit. Prandaj është e domosdoshme që të ketë reflektim rreth kësaj qasjeje, nga të gjitha ata që vërtet dojnë paqe e stabilitet afatgjatë në rajonin tonë. Por kjo nuk do të thotë se edhe ne nuk duhet të vetë reflektojmë për rrugën e deri tanishme, dhe të mendojmë se si mund t'i bëjmë gjërat edhe më mirë. Më duhet të theksoj me keqardhje që propozimet që shpesh kam bërë për përmirësimin e këtij procesi janë ballafaquar me një sër dezinformatash e sulmesh të ulta që nuk i kanë hije askujt në Kosovë. Për të qenë edhe më e qartë, kur unë kam propozuar që drafti i asociacionit të fillohet të diskutohet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në mënyrë që kjo çështje mos t'i lihet në dorë as llajçakut, as të tjerëve që nuk besojnë në pavarësinë e Kosovës. Kjo nuk ka nënkuptuar asnjëherë që unë kam kërkuar themelim të asociacionit, por ka nënkuptuar se më shumë i kam besuar vetvetes sonë dhe Amerikës, se sa disa byrokratëve nga shtete jo njose. Kam besuar se një draft statut ku mbrohet kushtetuta, ku mbrohet sovraniteti, ku mbrohen kufit dhe ku mbrohet funksionaliteti i shtetit, shumë më mirë hartohet nga vetë ne, që kemi marrë mandat të mbrojmë Kosovën, sësa nga disa ekspert të jashtëm që kur nuk kanë besuar në projektin e Kosovës së pavarur, sovrane e të lirë. Fatkeqësisht ky propozimi imi atëherë ishte goditur në mënyrën më të ulët me lloj-lloj shpifjesh se kam shitur interesat e vendit. E ku jemi sot? Jemi pikrisht në momentin ku po kërkohet e njëjta, pra që draftin të hartojmë ne. Por siç dihet, vendimet e duhura duhet të merren edhe në momentin e duhur. Njësoj po ndodh edhe këto ditë me lloj-lloj shpifjesh të ulta se kinse presidentja pas ka kërkuar në nënshkrim të një anshëm të marrëveshjes. Kjo është gënjeshtër. Ajo çfarë kam thënë është shumë qartë. Në një, që zbatimi i marrëveshjes ka kuptim, vetëm nëse zbatohet nga të dyja palët, dhe kur njëra tërhiqet sipas të drejtës ndërkombëtare, tjetra nuk ka obligim ligjor që ta zbatojë. Dhe nën dy, si alternativë, si presidente e vendit besoj,
se nëse shihet përfundimisht se Serbia nuk do ta zbatoj pjesën e saj të marrëveshjes, gjë që unë jam e bindur që edhe nëse nënshkruan nuk e zbatojnë, siç dëshmohet me 40 marrëveshje të tjera që i kanë nënshkruar dhe kur nuk i kanë zbatuar, atëherë besoj që do duhet të diskutoni me aleatët tonë zbatimin e pjesës sonë vetëm në shkëmbim të garancive ndërkombëtare të nënshkruara, që përfshin antarësimin në NATO e organizata të tjera ndërkombëtare, garanci të sigurisë nëpërmjet marrëveshjeve bilaterale të sigurisë, si dhe mbështetje për njohje të reja. Thënë shumë troq. Ajo që kam thënë është se më shumë se sa nënshkrimi i presidentit të Serbisë, ka rëndësi nënshkrimi i presidentit të Amerikës. Shpresoj që jam mjaftueshëm e qartë. Dhe gjohë sa, për këtij fjalimi tashpër, që dikush mendonte se zoni Osmani është kthill politikisht po flasim, mos ta keq interpretojnë dashakecat, ka ndodhur zhvillime të jashtëzakonshme. Kosova është më keq me Amerikën për këtij fjalimi. Amerika ka ndërprer dialogun strategjik me Kosovën për këtij fjalimi. E ardhmja e raporteve të Kosovës me Amerikën është më zymse kur të herë. Patëm edhe zhvillimet e fundit para zgjedhjeve, kur patëm paralajmërimet të ashpra nga e ngarkuara me punë në ambasadën amerikane në Prishtinë. Për Albin Kurtin. Dhe zonja Osmani sot bëhet sikur s'ka ndodhur kurrë, dhe madje as nuk ka fol për ndërprerjen e dialogut strategjik me Amerikën. Çështja e po. Për që tash unë kam qenë njëri për atyre që kam mendu pas ti fjalimit veçanërisht. Në këtë kohë, po veçanërisht pas ti fjalimit, se kjo ka nis pak më herët nëse të kujtohet. Ka nis më herët, po fjalimi është vjetor. Kosovës në Këshillin e Evropës, si pastaj ka kuluar me këtë fjalim, ka qenë domethënë gjuha pas më e ashpër që ka përdorur lëvizja presidenti Osmani kundër Albin Kurti si kryeminist atë. Gjuha më e ashpër është në çita. Do tash unë kam menduar që pas ti fjalimit domethënë këtu kthim rrapa më nuk mund me pas. Sepse këtu presidenti na ka thonë që ka dallime thelbësisht konceptuale me të armën e Kosovës me kryeministrin. Po nuk jam kohë si me thonë hatërmbetje personale. Kjo s'ka fletur është konceptuale. Pra me lujt bigjos me të armën e aleancave tona që na e mbrojnë Kosovën. Me u fut në një marrëveshje bilaterale me Shtetet Bashkuara të Amerikës që siguron më shumë njohje, antarësim në NATO, ose me alon asociacionin Llajçakut, kjo është dallim thelbësor konceptual për të armën e vendit. Të që dha këtu ishin akuza për Albin Kurtin. Tash presidenti na tha atëherë në kuvent që gjitohen dallimet me Albin Kurtin. Nuk e përmendin me emër, po di ke përkon e kosa, s'ka folur për mërshyse, nuk kena marrë me asociacion, edhe me draft statut. Edhe tash ti thosh që kjo marrëdhënie që ka qenë shumë e mirë vitin 2021, pra është dok shumë e mirë, domethënë sinergji më tha. Madje njerëz kanë vot tatuazhe. Absolutisht. Ne Albinin ata bësh më gjatë se çka kam i bëu tash njënës dobra. Kur herën që të pikë ti thu, okay, që tu më parafrim s'mund me pas. Dhe pastaj del kjo edhe që e thatë në konferencën e fundit për Shtyp, po jo vetëm tash, ka filluar pak më herët, filloi me bu fushat për lëvizjeve të vendosjes. Ajo konferencë për Shtyp me përjashtim të kësaj që na tregoi kur është data e zgjedhjeve. Protokollare. Ajo tjetra kjo, domethënë diskursi politik i lëvizjeve të vendosjes. Marrëveshje ndërkombëtare buxheti, rreziku që vjen, po vjen diaspora shumë mirë ata me votues. Do të thotë keq ato me vendosje. Që shumë ndejona për shembull në Dhe tash Vjosa Osmani në konferencën për Shtyp si president e vendit, mos harrojmë se individualisht kur jep dorëheqje presidenti mund nuk me cilën do parti që e don, absolutisht e ka plotësisht drejt, si president e vendit ka dalë ka bëu fushat për një parti politike. Nëse ngon Vjosa Osmanin, edhe Glau ka një konjuftë në gjithë përpara në kuvent, kur e lëp ke votën, më shumë flet si vetëvendosje Vjosa Osmani se Glau konjuftë. S'po them që Glau konjuftë është i dhënuar, mos u kish kuptoj. Kjo ai ka një racionalitet. Kjo jep pak më shumë zor. Apo na shta ka nevojë mu kallëzu pak më shumë se ai. Na shta ka nevojë, nuk e di. Dhe për çka nuk e di. Dhe në çë drejtim, domethënë, që kjo ka qenë shkelje flagrante. Po përveç shkeljes për mendimin tim, se kjo është shkelje, se kjo çore, me dal me fol si kur njëra prej partive politike si presidente, ti mund nuk e përfaqëson unitetin politik të vendit. Se ti pe i përjashton parti tjera. Që atë po ashtu kanë diskurs politik, mos pajtues me pushtete. Ti po i përjashton ato, ti po thu veç njëra parti e ka mirë. Kjo nuk është unitet politik mo. Nuk është unitet politik. E dyta,
Qysh mundet për shembull një njeri me marrë veçën kaq pak seriozisht në fjalën publike? Qysh mundesh ti me i thonë çato fjalë para një viti në kuvend, e me dalë të me thonë që kjo më i miri mas një viti. Që ky njeri që ka luajtur bigjos me Amerikën, që ky njeri që na shkatroi marrëdhënie me Amerikën, që ky njeri për shkak të cilit tu ka ndërprerë dialogu strategjik që ti thëshë si presidente unë e kompru në Kosovë. Edhe ti s'ke thonë asnjë fjalë. S'ke pas guxim me dalë. Ta ka prish një projekt strategjik që është jashtë zakonisht i rëndësishëm. Nëse ato e ka bëu Vjosa Osmani, pra nëse ka qenë meritë e saj, unë ja kisha dhënë meritën e plot. Po kush ta prish? Ja prish Albin Kurti asnjë fjalë nuk guxovti me thonë. Po në fakt nuk e ka prish Albin Kurti. Ka prish. Ka prish Vjosa Osmani. Kush ja ka nis për shembull valën e sulmeve të vona ndaj gjykatës kushtetuese Vjosa Osmani. Vjosa Osmani ka dalë neve na ka thonë që njëri për gjykatësve, gjykatë kushtetuese kena folën atë këtu në gat në emision, është bashkëpunëtori i Serbisë, apo hala e kena Allaban. Na edhe sot e kësaj dite jetoj me një gjykatë kushtetuese e cila ka brenda njëri në Serbisë sipas presidentes. Asnjëherë më nuk e ka qenë gojë për të punë. Qysh mundesh me marr vetën fjalët e tua publike me kaq pak seriozitet? Domethënë çore, në njërin anë po ti mund të kon dashaket si politikan, mund të kon budalla kështu me radhë. Vetë mos harroj, në rendin e politikanëve dëmshëm për vendin, janë ata që janë serioz. Që kjo jo seriozitet. Me daltin media ndërkombëtare, me thonë që na shkatruan 900 banda të organizuar atë krimin në Kosovë. E tani më ardh me thonë të jo ka menduar ndryshe, pra s'ka ditë as çapo flet presidentja, për mua kjo është alarmuese. Alarmuese është bebe. Ti keni presidente e cila Hona bendin tha e kanë shkatruar. Ti keni presidente e cila nuk din çka flet o bebe. Te përkthej kështu në gjuhë pak ma brutale. Nuk din çka flet. Del e thot disen, tani kur e sheh çka ka thonë, thotë jo se kom menduar ashtu. Çka ke menduar? Zoj, po ti dosh me mendu para se me vol, se je presidente. E kjo skandaloze. Pëlqeva e performanca tu ecë kështu gjatë intervistës. Çfarë pasioni flet te kështu. Edhe këto broshkulla. Broshkulla. Ç'po thojnë njerëz të informuar këto gjëra kjo i ka thonë në konferenca. Këto gjëra kjo i ka thonë në takime. Është shumë interesant visar qysh Vjosa Osmani shkon në Evropë, shkon në shtete anëtare të NATO-s, shkon në Amerikë, ja u shpjegon rrezikun nga Rusia. Do të shkon në Bruksel, flet për rrezikun nga Rusia. Ndërkohë ata janë në front me Rusinë. Janë donator të luftës në Ukrainë kundër Rusisë. Po kontribuojnë me rujt paqe në Europë, shtetet anëtare të NATO-s, përfshirë Kosovën, sepse edhe neve na ruajnë paqen ata, se kanë trupat e NATO-s këtu. Kjo shkon ju flet për Rusinë, me çfarë sigurie të jashtëzakonshme, sikur ata nuk e din kush është Rusia. A e dini kush është Rusia? Kuj na të i thonë shefit NATO-s. Kjo është mos të shkon presidentja jonë, kjo shkon qesharake. Për shembull, cilin do vend që shtu i vogël, si Kosova, me pas një president që shtu, na ishim shkytu kesh me ta. Kur e kishim pa që shtu. Shumë tonë qërë me fjalë, çfarë presidenti e pas kanë ata. Fakti që është joni, kjo për në lem, se po bëndam, se për tjetër unë se shë interesu, po bëndam qëra, nëse ti e paraqet që shtu, nëse ti e paraqet Kosovën, si vend i krimit, si vend kështu, si vend ashtu, kjo dëm për Kosovën. Hina me pa, çka do të thotë banda? Banda në Kosovë me kodin penal të Republikës Kosovës nuk është e sankcionuar banda, por është grupi organizuar kriminal. Dhe grupi organizuar kriminal është minimumi 3 persona. Minimumi 3 persona, shkon deri 100, pa kufi shkon. Hajde po e marrim mesataren e një grupi kriminal, apo një bande që shalodon kjo, sepse 3 persona edhe s'mund t'jenë band. Hajde po e marrim mesataren e tyne 7 persona. Për me kriju një farë bande serioze, do t'jenë 7, 8, 10. Po e marrën e 7 persona. Sa është numri aty në të shkatrume, pra 900, herë 7, sa për vjen? 6.300. 6.300 vetë, si mas Vjosa Osmanit, janë shkatru. Dhe kur shkatruat një band, ata duhet jenë burg, ose duhet jenë vrarë. Sepse lufta me banda është frontale. Shkon me arrestu, ata mbrohen, gjujnë me armë, dikush vritet, ka beteja kështu lagjeve të Prishtinës, ka beteja gjithandej, dhe në këto raste fatkeqësisht ka viktima, dhe mbushën burgjet. 6.300 njerëz
hajde 6.000, do duhet ishim burg. Ndërkohë në Kosovë janë ja 2.000 burgosën. Po që si janë veçetash. Jo, krejt. Komplet, më thonë. Do me thonë prej mas luftës që janë dënuar për me parat ndryshme. Mesatarisht në Kosovë janë 1.200 dhe 1.300 burgosën e të para burgosën, sepse lëvizin ato. Sa që na tash do t'i mbushim burgjet tona me të dënuar nga Danimarka. Pra burgjet nuk I kemi të mbushur me bandat Vjosa Osmanit, por të cilin të burgosën nga Danimarka. Me kapacitetet që I kemi na rreth 2.500 dhe 3.000 të burgosën që me rahatu në burgjet tona. Ku janë këto banda I mute? Qysh mund është me folë me cilëtësie, si kur ata janë disa idiot, që kjo ju flet dhe mendon që ato intervista nuk I dëgjojmë na, se mendon që I fascionon ata se çfarë lufte po bëj kanë këta kundër krimit organizuar dhe kundër bandave, ndërkohë që kur merret vesh këtu ajo është që është bërë rezil, kujt jetoj fol. Kjo është çmenduri, nuk ka gabu Vjosa Osmani. Sepse Vjosa Osmani ka ardhur në pushtet të rrejt, e mon pushtetin të rrejt, do ta kërkoj pushtetin të rrejt. Prandaj ndërdia kësaj flet dhe ran edhe publikisht para medjave ndërkombëtare që janë të rëndësishme. E përveç kësaj mu që pengon po ashtu është edhe mendje lehtësia e ranë, se ka ranë, ati mund të bëni një ranë shumë sofistikuar për shembull. Zbërthimi I së vërtetës për të cilën do të merr pa kohë. Këto rana frinore. Po me thonë, Visar, Euleksi është në Kosovë. Unë miku ka qenë në Kosovë. Euleksi ka mision monitorimin dhe mentorimin. Ky mision, të cilin e ka luftu Albin Kurti dhe tash e ka partner, monitoron sistemin e drejtësisë. I ka të gjitha të dhënat e përditshme. Çka do të ndodh në fushën e sondimit ligjit I ka dhe Euleksi. Që ky mision këto të dhona I çon në Bashkimin Evropian dhe në këto të dhona kanë qasje të gjithë anëtarët e Bashkimit Evropian, madje edhe publike, se I publikon raportet vjetore. Dhe ti shkon me I fascionu ata që shpi luftojnë a banda në Kosovë. Banda. Ndërkohë, Kosovë, Prishtina është kryqëzeti I tretë në Europë për siguri publike. Me të cilën kërkoset pretendosja. Kur ki siguri publike, nuk mundet me pas banda, se bandat grabisin, rrëmbej njerëz, I grabisin gratë natën, ka dhunime kështu të shpeshta, ka dhunë sistematike. Në gjuhën angleze, për shembull, kur thuhet band kriminale, criminal gang, kjo e karakterizon çat grupim kriminal, drogë, rrahje, grabitje, shumë aktivitete kriminale, po një diçka që është e veçantë për bandat, si kuptim, është që kanë dhunë të shfrenuar. Dhe me thonë, bandat për dallim për krimit organizuar, për shembull që po ashtu ka dhunë, po nuk është dhunë të shfrenuar, bandat kanë dhunë të shfrenuar, që po thuti. Shembull, ne kemi pa, banda ka ta zëmë në vendet e Amerikës Latine, ka shumë që si kartele drogës, që janë edhe banda. Ne kemi pa, për shembull, e shenë në Meksik që ka ndohë. Apo jo, në Meksik, kur nis lufta me bandat, aty me policia me ushtri hinë, se është vështirë me I mujt, se janë bën shumë mirë të organizuar, kanë parë shumë në Haiti, për shembull, tash Haiti është shumë problem I madh, se është I kontrolluar kryesisht ose pjesa më e madhe e territorit për bandave kriminale. Nuk janë ushtri paramilitare, nuk kanë qendrim politik, kanë vetëm dhunë shfrenuar edhe kriminalitet. Që ato janë banda. Tutë na, që si banda me përjashtim të kësaj radhëqiqit nuk kom pa. Që banda e radhëqiqit po mund është me thonë që ajo për shembull që në fund rezultoi me Banjskën, e përkrahur dhe financuar nga Serbia, absolutisht pajtona një bandë. Tjerat ku I ke pa ato banda? A ka krim? Po ka krim. Sigurisht e ka. A ka dhunë shfrenuar në Kosovë? Nuk mendoj që ka. Në kuptimin e bandës. E tash ti me dalë me thonë kemi shkatruar 900 banda, kjo për njerin që e njeh Kosovën, sa do pak dhe që e ka përcjell, është qeshara, kjo thonë kjo s'po di ka çfarë po fol, ka që keq për Kosovën. Është rrezikshme. Se reklamat keqe. Kush nuk do të I bë Kosovës. Për njerin që se kur hyn me ardh me investu në Kosovë, ai thot 900 banda I kishin shkatru këta. Para mendos sa nuk kanë arrit këta me shkatru. Qysh ka njeri me investu miliona në një vend bandash? Sakt. E tash, që do të me bo, kontrastin e mes të, për shembull, Dua Lipa e Dugazin Lipa me Sunny Hill e paraqesin në botë një Kosovë tjetër.
Kosovë të kohës së tashme të bashkëkohësisë perëndimore. 3, dveshur me ngjyra, të vallëzuar, muzikë, domethënë në hap me botën. Dhe pastaj tengon presidentën që thon fakt këtu është kriminaliteti kaçkësh, dhunë shprenuar kaçkësh. Ti qysh këto dy fotografi dhe thuj, jo që s'janë i njëjti vend, s'janë as i njëjti kontinent, s'është as e njëjta kohë. Tash ti arrin një sukses me Sunny Hill, edhe del presidenti ja thotë në fakt nuk është ashtu. Na jemi vendi bandave. Do thonë, aha. Okej. Presidenti e cila sërish vazhdon të dëshmoj që është veç një vegël e Albin Kurtit, të cilën e përdor ai qysh do politikisht për pushtetin e tij. Meq nëse ka ban Kosovë, po dëshmohet që është në shtet. Shini akt akuzën e Rozit Hajdarit, shini akt akuzën e Kekut, shini jetime tjera për ta kuptuar se cilat janë bandat. Mirupafshim.